Burri shqiptar qëndronte në mes të sallës së pritjes në aeroport, I rrethuar nga njerëz që shpejt shikonin drejt destinacioneve të tyre. Ai e kishte menduar këtë moment qindra herë, por asnjëherë nuk e kishte imagjinuar në mënyrë kaq reale. Telefonata nga djali I tij, një djalë që ai nuk e kishte parë kur, kishte qenë një thirrje papritur që I kishte shkundur shpirtin. Zëri I tij, I lehtë e I ngrohtë, I kishte thënë thjesht, "Do doja të takoja. Mund të vish?" Nuk kishte shpjegime të mëtejshme, nuk kishte justifikime për mungesën e një marrëdhënieje që kishte zgjatur një jetë, vetëm një ftesë dhe një shpresë e heshtur. Ai e dinte që nuk kishte më kohë për të hezituar. Çdo minutë që kalonte duke menduar për të kaluarën, për të gjitha ato vite të humbura, e bënte më të vetëdijshëm se një udhëtim I tillë nuk mund të shtyhej më. Ai mori me vete një çantë të vogël, duke mbushur pak rroba dhe disa gjëra personale që do të mund të shërbenin gjatë rrugës. Çdo gjë që vendoste brenda kishte një vlerë të dyfisht, funksionale dhe simbolike, si një mënyrë për të mbajtur të afërt kujtimet e fëmijërisë dhe të familjes që kishte lënë pas. Fluturimi I drejt Gjermanisë ishte I gjatë, dhe çdo orë që kalonte I jepte kohë të mendonte për djalin e tij. Si do të dukej? A do të ishte I njëjtë si ai? A do të kishte tiparet e fytyrës së tij, zërin, mënyrën se si buzëqesh? Mendimet për të kalonin nga shqetësimi tek shpresa dhe pastaj tek frika e panjohur. Por një gjë ishte e sigurt. Nuk kishte kthim pas. Kur avioni zbriti në Frankfurt, gjithçka dukej e huaj dhe e madhe. Aeroporti, rrugët e gjera, njerëzit që flisnin një gjuhë të panjohur, gjithçka dukej sikur e çonte larg shtëpisë së tij, larg vendit që kishte njohur gjithë jetën. Por brenda tij, ndjenja e pritjes dhe e shpresës e mbante gjallë zemrën. Ai telefonoi djalin për të konfirmuar vendin e takimit dhe u drejtua drejt një kafene të vogël brenda aeroportit, ku do të takojë me të. Kur e pa për herë të parë, ndjenja e tronditjes e kaploi. Djali qëndronte aty, pak I hutuar, pak I emocionuar, duke pritur një njohje që nuk kishte ndodhur kurrë. Shikimi I tyre u takua dhe një heshtje gjatë mbushi momentin. Pastaj, me një lëvizje të ngadalt, u përqafuan. Ishte një përqafim që mbarte të gjitha vitet e humbura, të gjitha ndjenjat e pashprehura dhe të gjitha ëndrat e pafund që kurrë nuk ishin ndarë. Pas përqafimit, fjalët filluan të rrjedhin. Djali I tregoi historinë e tij, si kishte jetuar patë, duke kërkuar dhe pritur që ai të vinte. Burri I tregoi gjithashtu sakrificat, vështirësitë dhe ëndrat e humbura të jetës së tij. Një urë e re u krijua mes tyre, një lidhje që nuk mund të thyhej më. Ditët e para në Gjermani ishin sfiduese. Gjyra huaj, qyteti huaj, por çdo gjë dukej më e lehtë kur ishin bashk. Ata shitën në rrugët e Frankfurtit, vizituan muzeun e arteve moderne dhe bën shëtitje të gjata në parkun Palmengarten. Çdo hap ishte një mundësi për të njohur njëri tjetrin më mirë dhe për të ndërtuar një marrëdhënie të re. Çdo eksperiencë e përbashkët, nga kafja e mëngjesit deri te bisedat e natës, forconte lidhjen e tyre. Ai mësoi të falë dhe të pranoi se lidhjet e humbura nuk duhet të mbajnë peng. Ai kuptoi se dashuria nuk është vetëm për të kaluarit, por edhe për çdo moment që mund të ndodhë tani. Çdo ditë që kalonte me djalin e tij ishte një bekim, dhe çdo sfidë përballuar së bashku e bënte lidhjen më të fortë. Ditët e para të shëndrimit në Gjermani ishin një rrëmuj emocionesh për burrin shqiptar. Çdo mëngjes, ai zgjohej dhe ndiej I çuditshëm, duke shikuar përreth në apartamentin e vogël që djali I tij kishte marrë me qira. Çdo gjë ishte ndryshe, nga dritaret që shihnin drejt rrugëve të gjerë dhe të pastërta të Frankfurtit, të zërat e njerëzve që flisnin gjuhën e huaj dhe tunin kokën duke buzëqeshur si një ritëm I pashkruar që nuk e kuptonte menjëherë. Por në mes të gjithë këtij ndryshimi, prania e djalit e mbushte me një ndjenjë sigurie dhe ngrohtësie që nuk kishte ndjerë kurrë më parë. Ata nisën të eksploronin qytetin së bashku. Shëtitjet e para ishin të ngadalta, të përqendruara në njohjen e njëri tjetrit dhe në njohjen e qytetit. Burri I shikonte dritaret e dyqaneve, njerëzit që kalonin me biçikleta, kafet plot njerëz që flisnin një gjuhë të huaj dhe ndjeu një lloj trishtimi të butë për jetën që kishte lënë pas. Por djali I tij ishte gjithmonë aty, duke shpjeguar, duke qeshur, duke treguar rrugët e preferuara dhe vendet ku kishte kaluar kohën kur ishte I rritur, dhe kjo e bënte gjithçka më të lehtë për ta. Një nga ditët e para, ai e çoi djalin në një kafene të vogël buzlumit Main, ku ata shndruan duke parë ujërat që rridhnin dhe qytetin që zgjeroi përpara tyre. Kur isha I vogël, tha djali, kam ëndërruar gjithmonë që do të takoja baban tim. Nuk e dija si do të ndodhte, por gjithmonë shpresoja. Burri mbajti duart mbi duart e tij dhe ndjeu një val të fortë emocionesh, lumturi, trishtim, pendim, shpresë. Ai nuk mund të fshihte lotët, dhe djali e kuptoi pa nevojë për fjalë. Ndërkohë, burri filloi të mësohej me ritmin e ri të jetës. Ai shikonte njerëzit që shkonin në punë, fëmijët që luanin në parqet e qytetit, çiftet që qëndronin për kafe dhe bisedonin gjatë.
Ai ndjente një lloj mungese për jetën që kishte lënë pas, për misht, lagjen, rrugët ku kishte kaluar si djali i ri. Por çdo moment me djalin e tij e mbushte me një energji të re. Ata bën edhe udhëtime të gjata jashtë Frankfurtit. Një fundjavë, ata vendosën të shkonin në Këllë për të parë katedralen e famshme. Burri qëndronte i habitur para strukturës masive gotike, duke shikuar secilën kolon, secilën dritare të gdhendur dhe duke ndjerë një lloj respekti që nuk e kishte ndjerë kurrë për historinë dhe kulturën e një vendi tjetër. Djali i tij e shpjegoi historinë e katedrales, ndërtimin e saj që kishte zgjatur shekuj dhe simbolet e përfshira në secilën pjesë të saj. Burri ndjej i vogël përballë gjithë kësaj madhështie, por edhe i lidhur më shumë me djalin e tij, sepse përjetonin momentin së bashku gjatë këtyre udhëtimeve. Ata folën edhe për të kaluarën e dhimbshme. Burri i tregoi djalit se si kishin ndodhur disa situata të vështira që e kishin penguar ta takonte më herët, sakrificat që kishte bërë për familjen e gjerë dhe pasojat e gabimeve të tij. Djali dëgjoi me kujdes, ndonjëherë duke bërë pyetje, ndonjëherë duke heshtur dhe duke përjetuar emocionet e veta. Ishte e qartë që lidhja e tyre nuk mund të shërohej në një ditë, por po fillonte një proces i ngadalt i pajtimit dhe të kuptuarit. Një nga momentet më të veçanta ishte kur ata shkuan për të vizituar një treg të vogël lokal. Ai ishte plot me fruta, perime, erëza dhe njerëz që shisnin produkte artizanale. Burri i shikonte me kurreshtje, duke prekur me duar gjithçka që gjente, duke ndjer aromat dhe duke u habitur nga mënyra se si gjërat funksiononin ndryshe nga Shqipëria. Djali i shpjegonte çdo gjë, si e blinin, si flisnin me tregtarët, si përgatiteshin për festat lokale. Për herë të parë, burri ndjeu se mund të mësonte dhe të përshtatej, pa u ndjerë i humbur ose i huaj. Gjatë netëve, ata shtriheshin në apartamentin e vogël dhe bisedonin për shumë çështje. Ai pyeste për shokët, për mësimet e shkollës, për punën e djalit dhe për mënyrën se si kishte ndikuar emigrimin mbi të. Djali fliste me pasion dhe hapte gjithçka që ndjente, duke lejuar baban e tij të hynte në botën e tij. Burri dëgjonte me vëmendje, duke ndjerë se po fitonte një pjesë të jetës që kishte munguar për shumë vite. Por jo çdo moment ishte i lehtë. Ishin edhe debate dhe mosmarrveshje. Djali ndonjëherë ndjej i pasigurt për motivet e babait, dhe burri ndjente faj për kohën që kishte humbur. Por këto konflikte shërbenin për të ndërtuar një marrëdhënie më të fortë, sepse pas çdo mosmarrveshje vinte një diskutim i hapur dhe një pajtim i sinqert. Çdo sfidë e kaluar së bashku forconte lidhjen mes tyre dhe çdo përpjekje për të kuptuar njëri tjetrin e afronte më shumë. Me kalimin e javëve, burri filloi të ndjejë që ishte duke u bërë pjesë e jetës së djalit. Ai filloi të kuptonte nuancat e kulturës gjermane, nga mënyra se si njerëzit komunikonin, tek zakonet e përditshme, tek shihet në ushqim dhe argëtim. Madje filloi të merrte pjesë në aktivitetet e përbashkëta të komunitetit, duke bërë miq të rinj dhe duke krijuar kujtime që nuk kishte menduar se do të kishte mundësi të përjetonte. Jeta e tyre në Gjermani po merrte një ritëm të vetin, por jo pa sfida. Burri shqiptar ishte akoma duke u përpjekur të kuptonte gjuhën, zakonet dhe mënyrën e jetesës së re. Çdo gjë ishte një provë për të, një sfidë që kërkonte durim dhe përqendrim. Por djali i tij ishte gjithmonë aty, duke u udhëhequr, duke shpjeguar dhe duke i dhënë mbështetje, dhe kjo e bënte gjithçka më të lehtë. Një ditë, ata vendosën të vizitonin Hamburgun, një qytet që ishte i njohur për portin e tij të madh dhe atmosferën e hapur. U nisën me tren, dhe gjallë rrugës, burri nuk mund të ndalonte së shikuari nga dritaret. Fushat, lumenjt, qytetet e vogla që kalonin shpejt nën tyre, gjithçka dukej si një botë e ndryshme nga ajo që kishte njohur. Ai ndjeu një emocion të përzierë, kënaqësi për udhëtimin, trishtim për jetën që kishte lënë pas, dhe kurreshtje për atë që po vinte. Kur mbërritën në Hamburg, u përballën menjëherë me një sfidë kulturore. Rrugët ishin të mbushura me njerëz që flisnin shpejt, tabela në gjuhë të panjohur dhe transport publik që funksiononte me një saktësi që ai nuk e kuptonte menjëherë. Djali i tij qeshi dhe i tha, "Mos u shqetëso babi, do ta kuptosh gjithçka në pak ditë." Ai e ndoshi me kujdes, duke mësuar çdo gjë, nga blerja e biletave të treni, tek komunikimi me shitësit, tek mënyra se si njerëzit përshëndesnin njëri tjetrin. Në Hamburg, ata shëtitën në portin e madh, ku anijet me mallra lundronin dhe njerëzit punonin pa u ndalur. Burri ishte i habitur nga madhështia e portit dhe nga mënyra se si gjithçka duke e organizuar dhe e qetë. Ai ndjeu një ndjenjë krenarie për djalin e tij, sepse duke qenë pjesë e këtij qyteti dhe duke ditur të funksiononte në të, djali po i tregonte se kishte arritur të krijonte një jetë të re. Gjatë udhëtimit, ata folën për jetën dhe për zgjedhjet e tyre. Djali i tregoi se si kishte kaluar vitet e fëmijërisë duke ndërruar për një takim me baban e tij dhe sa shumë kishte ndjer mungesën e tij. Burri u ndjej trisht dhe fajtor për kohën e humbur, por djali e siguroi se çdo gjë ishte më mirë tani. Ata biseduan për gabimet, për sakrificat dhe për ëndrat e humbura.
Ishte një dialog i hapur, i ndershëm dhe plot emocione, dhe çdo fjalë forconte lidhjen e tyre. Një nga momentet më të veçanta ishte kur ata vizituan një muze të vogël të historisë së qytetit. Burri ndjeu një emocion të veçantë duke parë dokumentet, fotot dhe artefakte që tregonin jetën e njerëzve përpara shumë dekadash. Djali e shpjegoi historinë pas secilit objekt, duke treguar detaje që nuk ishin të dukshme në pamje të parë. Burri e kuptoi se gjithçka kishte një histori dhe secili moment i jetës së tyre kishte një rëndësi të veçantë, madje edhe ato që ishin të dhimbshme ose të vështira. Gjatë ditëve të Hamburgut, ata u përballën edhe me sfida të vogla. Burri ndonjëherë ndjehej i humbur, ndonjëherë i friksuar për mënyrën se si njerëzit e panjohur mund të reagonin ndaj tij. Por djali ishte gjithmonë aty për ta qetësuar, duke i treguar se ishte normale të ndjehej i huaj dhe se gjithçka do të bëhej më e lehtë me kohën. Ky mbështetje e bëri burrin të ndjehej i sigurt dhe i aftë të përballej me çdo situatë të re. Një tjetër eksperiencë e paharrueshme ishte kur ata vendosën të vizitonin një treg të madh të Krismasit. Dritat, erërat e ushqimeve të pjekura, këngët dhe turma e njerëzve e bën burrin të ndjente një kombinim emocionesh të pazakontë. Djali i tij e udhëhoqi mes rrugëve të ngushta të tregut, duke provuar ëmbëlsira lokale dhe duke i treguar historinë pas secilit stend. Burri e kuptoi se kjo ishte më shumë se një udhëtim, ishte një mundësi për të mësuar dhe për të ndërtuar kujtimet që nuk do të harrohen kurrë. Por udhëtimet nuk ishin gjithmonë të lehta. Një ditë, gjatë një shëtitjeje në qytet, burri u ndjej i lodhur dhe i stresuar nga ritmi i shpejtë dhe njerëzit që kalonin shpejt përpara tij. Ai ndjeu një lloj nostalgjie për vendin e tij, për njerëzit që njihte dhe për jetën që kishte pasur. Djali e kuptoi menjëherë dhe i tha: "Babi, është normale. Do të mësohesh me gjithçka. Të gjithë kalojmë këtë kur hyjmë në një vend të ri." Këto fjalë qetësuan dhe e bën të ndjehej më i fortë. Në mbrëmje, kur u kthyen në apartament, ata u ulën pranë dritares dhe shikonin dritat e qytetit që ndriçonin natën. Ishte një moment i qetë, një moment reflektimi për të kaluarën dhe të ardhmen. Burri mendonte për jetën që kishte jetuar, për gabimet dhe sakrificat, por edhe për mundësitë e reja që po hapeshin para tij. Djali i tij u kthye dhe i tha: "Babi, nuk ka rëndësi se çfarë ndodhi më parë. Tani jemi bashkë dhe kjo është ajo që ka rëndësi." Ky udhëtim dhe këto përvoja i ndihmuan të kuptonin njëri tjetrin më mirë. Burri mësoi se dashuria dhe lidhja mes prindit dhe fëmijës nuk varen gjithmonë nga koha e kaluar së bashku, por nga angazhimi dhe përpjekja për të ndërtuar marrëdhënie të sinqerta. Ai kuptoi se çdo moment i ndarë me djalin ishte një bekim dhe çdo sfidë e përballuar së bashku e bënte lidhjen më të fortë. Ditët që pasuan ishin një kombinim i mësimeve, sfidave dhe emocioneve të fuqishme. Burri shqiptar po mësonte gradualisht të lëvizte në qytetin e ri, të kuptonte tabelat, të komunikonte me njerëzit dhe të përshtatej me rregullat e pazakonta për të. Shumë gjëra që i dukeshin të thjeshta në Shqipëri, tani kërkonin kujdes dhe vëmendje. Për shembull, transporti publik nuk ishte thjesht të hipin autobus apo tren, duhet të blije bilet në mënyrën e saktë, të respektosh oraret, të kuptosh itineraret dhe të jesh i përgatitur për ndryshimet e papritura që mund të ndodhnin në rrugë. Një ditë ata vendosën të vizitonin Mynihun, një qytet plot histori dhe tradita. Udhëtimi me tren ishte më i gjallë dhe kërkonte organizim të kujdesshëm. Burri ishte pak i shqetësuar, por djali i tij e qetësoi: "Babi, nuk ka problem. Do ta bëjmë hap pas hapi. Gjithçka do të shkojë mirë." Këto fjalë bën të ndjehej i mbrojtur dhe i sigurt, por edhe i përgjegjshëm për të mos bërë gabime në këtë vend të ri. Kur mbërritën në Mynih, u përballën me një kontrast të madh kulturor. Qyteti ishte i pastër, rrugët e gjera, ndërtesat e vjetra të mirëmbajtura dhe njerëzit duke lëvizur me një ritëm të shpejtë, por të organizuar. Burri ndjente një kombinim emocionesh, mahnitje, kurreshtje dhe një ndjenjë të lehtë pasigurie për mënyrën se si do të funksiononte atje. Djali i tij ishte padyshim i adaptuar, duke treguar siguri dhe duke udhëhequr babain përmes rrugëve dhe tregjeve të qytetit. Në një nga shëtitit e tyre, ata ranë në një stend të vogël që shiste objekte artizanale bavareze. Burri e shikoi me kurreshtje dhe pyeti për secilin objekt, duke treguar habin dhe interesin e tij të sinqert. Djali i tij shpjegoi historinë pas secilit objekt, si dhe traditat që lidhen me to. Ai ndjeu se këto momente të vogla ishin të çmuara, pasi çdo gjë e bashkonte më shumë me djalin e tij dhe e ndihmonte të ndiejë pjesë e një bote të re. Por nuk ishin vetëm momente të bukura. Burri shpesh ndjente nostalgji dhe trishtim për jetën e kaluar. Një pasdite, ndërsa shëtiste vetëm për disa minuta larg tregut, u ndjej i humbur dhe i pasigurt. Rrugët ishin të mbushura me njerëz që flisnin gjuhë të panjohur dhe gjithçka dukej e shpejtë dhe e huaj. Ai ndjeu një boshllëk në shpirt, një mungesë të familjes së tij dhe vendi që kishte lënë pas. Kur u kthye, djali e pa menjëherë dhe i tha: "Babi, e di që është e vështirë, por nuk je vetëm. Do ta mësosh gjithçka dhe do ndjesh më mirë me kohën."
Fjalët e tij ishin një qetësim i fuqishëm, duke i dhënë forcë të vazhdonte. Gjatë ditëve të tjera, ata vizituan muze dhe kështjella historike, duke u zhytur në histori dhe kulturë. Burri mbante kujdes të veçantë të dëgjonte çdo detaj, duke ecur ngadalë dhe duke përjetuar çdo moment. Djali i tij fliste me pasion, duke ndarë njohuri dhe emocionet e tij, dhe kjo e bëri burrin të ndiej i lidhur me vendin dhe me djalin. Një tjetër eksperiencë e paharrueshme ndodhi kur ata vendosën të provonin ushqimet lokale në një restorant të vogël bavares. Burri ishte skeptik në fillim, duke menduar se nuk do të pëlqente shumë ushqimin e huaj, por gjithçka që provoi ishte e mrekullueshme. Djali qeshi duke parë habin dhe kënaqësinë e babait dhe tha: "E shikon, babi? Nuk është gjithçka aq e huaj sa duket." Ky moment i vogël i dha burrit një ndjesi të fortë të adaptimit dhe përkatësisë. Por sfidat nuk munguan. Një mbrëmje, ndërsa po shëtisnin në rrugët e qytetit, pas një dite të gjatë, një incident i vogël ndodhi, një grua e plakur rëshiti dhe ra. Burri, pa menduar dy herë, u afrua dhe e ndihmoi të ngrihej. Djali i tij ishte i befasuar nga instinkti i babait dhe i tha me respekt: "Babi, ti gjithmonë ke pasur një zemër të madhe." Ky episod i vogël e bëri burrin të ndiej i vlerësuar dhe i rëndësishëm dhe i dha një ndjenjë të re të besimit në vetvete. Dialogu mes tyre po bëhej gjithnjë më i hapur dhe emocional. Ata ndanin jo vetëm eksperiencat dhe udhëtimet, por edhe mendimet, frikërat dhe ëndrat e tyre. Burri ndjente se po fitonte një mundësi të dytë në jetë, një shans për të qenë një baba i pranishëm dhe për të ndërtuar marrëdhënie që nuk kishin ekzistuar më parë. Djali nga ana tjetër po mësonte të kuptonte më mirë babain e tij, të pranonte gabimet e së kaluarës dhe të shijonte çdo moment të tanishëm. Në mbrëmjet e fundit të qëndrimit në Myni, ata u ulën pranë një lisheni të vogël dhe shikonin reflektimin e dritave të qytetit në uje. Ishte një moment meditativ, ku asnjëri nuk foli për disa minuta, duke lejuar që emocionet të përjetoheshin në heshtje. Pastaj burri tha: "Nuk e dija se do të ndjehesha kaq i lidhur me ty. Mendova se gjithçka ishte humbur, por tani ndjej se kemi filluar diçka të re." Djali buzëqeshi dhe i tha: "Babi, gjithmonë ka kohë për të ndërtuar lidhje. Nuk ka rëndësi sa vite humbën. Ajo që ka rëndësi është tani." Ky udhëtim dhe këto eksperienca e bën burrin të kuptonte thellësisht se jeta është e mbushur me mundësi të papritura dhe se lidhjet e vërteta mund të rindërtohen me përpjekje, durim dhe dashuri. Ai kuptoi se çdo moment i ndarë me djalin e tij ishte një bekim, dhe çdo sfidë e përballuar së bashku e bënte marrëdhënien më të fortë dhe më të pasur emocionalisht. Ditët e fundit të qëndrimit në Gjermani ishin të mbushura me emocione të forta. Burri shqiptar ndjej i trishtuar për faktin se koha po mbaronte dhe udhëtimi po afronte drejt fundit, por njëkohësisht ndjej i lumtur dhe i plotësuar nga gjithçka që kishte ndodhur. Ai kishte kaluar shumë vite duke ndërruar për këtë moment, dhe tani, duke parë djalin e tij pranë, ndjej se çdo sakrifisë dhe çdo vuajtje e kaluar ia vlente. Ata kaluan ditën e fundit duke vizituar parqe, kafene dhe vende të cilat kishin bërë përshtypje gjatë javëve të kaluara. Burri shikonte gjithçka me kujdes, duke mbajtur në mend çdo detaj, ngjyrat, aromat, zërat e njerëzve dhe atmosferën e përgjithshme. Çdo gjë duke më e gjallë dhe më e bukur kur ndante këto momente me djalin e tij. Në një pasdite të ngrohtë, ata vendosën të shkonin në një restorant të vogël tradicional, ku prisnin të provonin disa nga ushqimet më të mira bavareze për herë të fundit para kthimit. Burri kishte vështirësi të zgjedhte me shumë opsioneve, duke u ndjerë i hutuar nga menuja e pasur dhe erërat e ndryshme që mbushnin ambientin. Djali qeshi dhe i tha: "Babi, provo gjithçka, mos u shqetëso. Kjo është një eksperiencë që duhet të mbahet mend." Ndërkohë që prisnin ushqimin, ata folën për planin për të ardhmen. Burri shprehu dëshirën që të vizitonte Gjermaninë përsëri dhe ndoshta të qëndronte për një kohë më të gjatë. Djali i tha se do të ishte i lumtur të kishte babain pranë, por se gjithçka duhet të bëhej gradualisht për të kuptuar më mirë njëri tjetrin dhe për të përballuar ndryshimet e mëdha që kjo sjell. Ishte një bisedë e hapur, e ndershme dhe e ndjerë thellë, ku secili ndau mendimet dhe ndjenjat e tij. Kur erdhi koha për të kthyer apartamentin dhe për të përgatitur udhëtimin e kthimit, burri ndjeu një kombinim emocionesh të forta. Ai ishte i gëzuar për gjithçka që kishte përjetuar, por njëkohësisht trishtimi i ndarjes nga djalin ishte i dukshëm. Ata përqafoheshin shpesh, duke mbajtur njëri tjetrin fort, si për të mbajtur sa më gjatë këtë ndjesi të re dhe të bukur që kishin krijuar. Një nga momentet më emocionuese ndodhi kur shkuan për të vizituar një urë të vogël mbi lumin që kalonte në qytet. U ulën aty dhe shikuan ujërat që rridhnin, duke reflektuar mbi kohën e kaluar së bashku. Burri tha me një zë të lehtë: "Nuk mendoja se do të ndjesha kaq i lidhur me ty pas gjithë këtyre viteve. Mendova se gjithçka ishte e humbur." Djali i përgjigj: "Babi, lidhjet nuk humbin kurrë plotësisht. Ato presin momentin e duhur për të rindërtuar. Dhe tani jemi këtu, duke ndërtuar diçka të re."
Gjallë udhëtimit të kthimit, burri ndjeu një lloj qetësie që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Ai kishte kaluar nga pasiguria dhe ankthi i parë i udhëtimit në një ndjenjë sigurie dhe përkatësie. Ai kuptoi se çdo përvojë, çdo sfidë dhe çdo moment i kaluar me djalin e tij kishte ndërtuar një lidhje që ishte e fortë dhe e qëndrueshme. Kur zbarkuan në Shqipëri, një ndjenjë e veçantë e përqafuar nga nostalgjia dhe euforia e udhëtimit përzieshin brenda tij. Ai e ndjeu se jeta kishte ndryshuar përgjithmonë. Ai kishte fituar jo vetëm njohjen dhe dashurinë e djalit, por edhe një perspektivë të re mbi rëndësinë e familjes, të dashurisë dhe të lidhjeve që nuk duhet të lihen të shuhen nga koha ose distanca. Ditët që pasuan kthimit ishin një vazhdim i ndërtimit të marrëdhënies së tyre. Ata flisnin çdo ditë, ndanin eksperiencat e reja dhe kujdeseshin për njëri tjetrin. Burri filloi të ndjejë një lloj krenarie për djalin e tij dhe për mënyrën se si kishte arritur të krijonte një jetë të re në një vend të huaj. Djali, nga ana tjetër, mësoi të vlerësonte përpjekjet e babait dhe të kuptonte se dashuria nuk matet nga distanca, por nga përkushtimi dhe ndjeshmëria e sinqertë. Në një mbrëmje të qetë, ndërsa shikonin diellin duke perënduar mbi qytetin e tyre të vogël shqiptar, burri i tha: "Jam i falendëruar që jeta më dha këtë mundësi. Nuk e kam pasur këtë shans më parë, por tani e di se çdo moment i ndar me ty ka një vlerë të veçantë." Djali buzëqeshi dhe i tha: "Babi, ne sapo kemi filluar. Ka shumë kohë për të ndarë, për të mësuar dhe për të krijuar kujtime të bukura. Dhe do ta bëjmë së bashku." Ky udhëtim dhe gjithë eksperiencat e ndara krijuan një histori të pakrahasueshme, një rrëfim që mbarte dhimbjen e së kaluarës, emocionet e së tashmes dhe shpresën për të ardhmen. Burri shqiptar kishte nisur udhëtimin me një telefonat të papritur dhe kishte mbaruar atë me një marrëdhënie të ri për të rirë dhe të fortë me djalin e tij, duke kuptuar se dashuria dhe familja janë më të fuqishme se çdo pengesë, distancë apo vit i humbur. Ai kishte mësuar se lidhjet e vërteta nuk varen nga koha që humbet, por nga angazhimi për të ndërtuar dhe kultivuar ato. Çdo moment i ndar me djalin ishte një bekim, dhe çdo përpjekje e përbashkët për të kuptuar dhe dashur njëri tjetrin i dha jetës një kuptim të ri, të thellët dhe të pakrahasueshëm.